Jozit nuk i kalon një nati, bën këto veprime në ditën e dasmës së Gjestit, shfaqet edhe me shokët e tij për herë të parë pas daljes. I nati Josefin Marku ndaj Gjestit duket se nuk ka përfunduar me largimin nga shtëpia Big Brother VIP Albania, pas incidentit fizik, por edhe deklaratës së dhënë në komisariat se ishte Gjesti që e ka provokuar dhe ai vetëm ra prej një provokimi. Jozi duket se ka marrë një veprim që nuk ka kaluar pa u vënë re nga ndjekësit. Ai ka fshirë çdo postim në Instagram ku shfaqej me Gjestin, duke treguar se tensionet midis tyre janë ende të pranishme dhe jashtëpisme të famshme. Gjithashtu ai ka hequr edhe Gjestin nga lista e ndjekësve në Instagram, teksa Jozi duket se nuk ka ndërmend ta lërë pas situatën dhe ka zgjedhur të shkëputë çdo lidhje me Gjestin edhe në rrjetet sociale. Kjo duket i ka dhënë forca edhe pas shtimit të madh të followersave në faqen e tij zyrtare të Instagramit, teksa në më pak se 48 ora i ka shtuar plot 18.000 ndjekës, një rekord i ri ky, por jo vetëm kaq, pasi ka thyer edhe një rekord negativ, duke pasur mbi 3.000 komente negative në Instagramin e tij, gjë që bëri që të mbyllte edhe komentet. E teksa të gjithë po presin të dalë Jozi në një deklaratë, ai është shfaqur ditën e dasmës së Gjestit si për t'i bërë karshëri me shokët e tij e duke kënduar dhe këngë. Kjo duket edhe si një kundërpërgjigje ndaj gjithë fansave të Gjestit, të cilët e kanë kërcënuar të mos dalë më në publik, teksa Jozi duket se u ka kthyer këtë diss live. Ja dhe pak momente nga video e Jozit me miqtë e tij. Kujdes, ma kontrolloni, ju o gjera